flasin të gjitha zonjat dhe zotrin flasin shqip me njëri tjetrin, domethënë është shqiptare 100%. Ky është momenti 7 marsit, kemi festuar 7 marsin se kemi 13 mësues që janë pjesëmarrës të qendrës ditësore, janë 13 mësues dhe kemi festuar dhe 7 marsin. Ishte patjetër një ditë e veçantë. Për të gjithë se thanë që në Shqipëri nuk e kemi festuar ndonjëherë këtu, se në Amerikë nuk është 7 marsi festa e mësuesit. Domethënë ishën shumë të lumtur që ne kemi prekur të gjitha festat shqiptare. E sa u preka tani dhe se pata mendjen një moment, se po shikoja ato zonja dhe po mendoja për Tim që me 7 mars u mblodh me shoqet e saj mësuese, po vërtet sa e vështirë është për këto zonja që dikur kanë qenë idhuj të nxënësve të tyre dhe tani vjen një moment janë asgjëkundi, janë në një mjegull që sa bukur që i bashkoni dhe ju kujtoni festat, sa bukur. Patjetër, gjithmonë edhe 8 marsi ka qenë, kemi shkëputur disa foto nga 8 marsi që kemi pasur një festë shumë të madhe për zonjat. Kemi krijuar një aktivitet shumë me gatime tradicionale, nga një dhuratë të vogël, disa lule, sa për t'i kujtuar edhe për të festuar këtë ditë të veçantë të femrës. Pra, Rodina, kjo është programi dhe ne jemi shumë të lumtur në fakt. Unë jam shumë e lumtur që punoj në një ambient me shqiptar, flasim shqip gjithë ditën, aktivitetet janë shqip. Gjimnastikën e bën një goca që është e trajnuar për këtë punë, bën gjimnastik çdo ditë dhe është në fakt e dhënë me doktoraturë që duhet të bëjnë 30 minuta çdo ditë gjimnastik. Në orën 11 pastaj kanë një aktivitet më shumë për memorien e tyre, për të mbajtur memorien. Kanë dhoma të cilat janë kushdo të qëndroj në një vend personal dhe të lexojë një libër. Kemi libra shqip, pra marrim libra nga biblioteka e qytetit Ustarit që ka libra shqip, jemi regjistruar atje, i marrim, ja u mundësojmë në qendrën tonë, i marrim dhe nëpër shtëpia, nëse kanë dëshirë që të vazhdojnë leximin në shtëpi, dhe i rikthejmë përsëri patjetër. Pasaj në orën 12:30 të gjithë kanë dëshirë shumë, ne kemi një park afër me liçen dhe kanë dëshirë të gjithë të bëjnë një shëtitje 20 minuta, të shoqëruar me staf gjithmonë, dhe në orën 1 është dreka. Dreka që sa më pam tradicionale shqiptare. Po ka që mirë dreka për herë, ka që shumë, domethënë se më bëri shumë përshtypje. Gatime shqiptare, gjithçka aty. Të gjitha. Po, në bazë të rregullores që ne kemi, se patjetër kjo funksionon, domethënë duket shumë pqef, duket shumë argëtim për të gjithë, por ne jemi të bazuar në rregullore. Dhe dreka është gjithmonë një supë, domethënë në masën e dur 6 oncë, thuhet këtë me rregullore, dhe është pak protein, është pak grain, edhe sallata, domethënë gjithmonë duhet të jenë këto për ditë në përtetësimin e tyre. Jo, ëmbëlsirat me raste. Fruta. Fruta, kafe dhe çaj. Jo, ëmbëlsira. Ëmbëlsira ne festojmë ditëlindjet. Ditëlindjet e çdo kujt që janë, i festojmë për ditë gjithmonë, edhe Mariana mundson kuzhinieria ton, na bën ndonjë ëmbëlsirë të veçantë. Korçare keni besoj, jo nga Vlora. Korçare dhe Mariana shkorçare. Sa bukur. Dhe duket, gjithmonë në foto gjithçka është e bukur, gjithmonë foto dhe video janë bukura, po vërtet ndihet gëzimi dhe ndihet që ato janë të gjalla të gjitha, ndjen gjallëri, që unë nuk ken ndjen zakonisht. Më beso kur të them me zi presin të vinë në mëngjes. Me zi presin, kemi atë momentin, domethënë 9:30 përpara gjimnastikës, që pim të gjitha kafen dhe mblidhemi dhe stafi të gjithë, domethënë ne kemi 12 veta staf bashkë me shoferët dhe mblidhen të gjithë, mblidhemi në kafja, shpenzojmë gjysmore, bëjmë muhabet, domethënë bashkë bisedojmë, çfarë ankesash kemi, çfarë dëshirash kemi për në të ardhmen, ose si do ta festojmë këtë festën e radhës. Domethënë ai është momenti me zi presin të gjithë. Kafe, domethënë dhe kafe, ne keni shqiptare, se vetëm në një kafe në Shqipëri e rinë gjysmore. Po patjetër ambienti është shumë i veçantë i kafes. Është shumë i veçantë. Domethënë që në momentin kur unë të hyj me kamerën tek dhoma e kafes, ti do ta shikosh, do thua tipike shqiptare dhe dhoma. Sa bukur. Domethënë, dhe kjo zgjat deri në orën 16. Deri në orën 2. Po. 14. Deri në orën 2 mbas ditës. Pastaj ju çoni të gjithë në shtëpi.
atjetër. Shoferat marrin një schedule, një plan, dhe në bazë të adresave të tyre fillojnë i shpërndajnë. Të gjithë sigurohen që ata kanë hyrë, domethënë deri tek dera e shtëpisë ose e pallatit ku ata jetojnë, domethënë ne mbajmë përgjegjësi që në momentin e marrjes në mëngjes që hyn në fugon dhe deri në momentin që neve i lemi dropim off në vend banimet e tyre. Ata janë kryesisht njerëz që jetojnë vetëm apo ka që jetojnë dhe me fëmijët? Ka që jetojnë me familjet, me fëmijët, dhe fëmijët janë shumë falenderues për këtë. Janë, domethënë, vinë 6 ditë dhe nuk janë të lodhur, thonë që patjetër do marrin pjesë, patjetër kur i konfirmojmë ne nëse do jenë ditën tjetër, se në bazë të konfirmimit të tyre bëhet edhe schedule plani për shoferat. Gjithmonë janë, po patjetër do vim, por kjo është edhe pak ka të bëj pjesëmarrja e tyre, se sa ditë do të jenë pjesëtar në qendrën tonë, ka të bëj edhe me siguracionin. Ç'do të thënë? Pra, siguracioni i shëndetit është i pari që mbulon se sa ditë dëshiron që ky person meriton të vinë në këtë qendër. Mund ta kuptoj këtë gjë sepse nuk e kemi të qartë se ne kemi ndryshe. Domethënë, ata nuk paguajnë direkt vet, kjo paguhet. Jo, nuk paguajnë. Është hapur, për neve është hapur, dhe në qoftë se njerëz duan të vinë dhe të paguajnë nga xhepi, e thënë domethënë shqipsha, mund ta bëjnë ata. Por përgjithsisht të shumica e klientëve tanë janë të mbuluar nga siguracioni. Pra, siguracioni i shëndetit thot që e diskuton vetë klienti, bën një kërkesë, thot është hapur një qendër që mua më ndihmon të flas shqip, se nuk kuptoj shqip në ambientin ku jetoj, në pallatin ku jetoj, dhe sa ditë meritoj që të shkoj. Dhe inshurenca patjetër që është një infermiera, një psikologe ose terapiste që vendos, janë dhe të gjitha të inshurencës që bëjnë balancin se sa fitime ka pasur ky personi për të gjithë vitin, dhe deri me konkluzionin, le të themi 4 ditë në javë. Dhe thot 4 ditë në javë, ti për arsye që domethënë të mbash mendjen larg problemeve, se këta e përmendin shumë që mungon Shqipëria, se kanë jetuar ande vite, domethënë të jetën e tyre. Kjo është gjë që është kryesore, i mungon Shqipëria. Kjo është gjë kryesore që ata thonë, dhe kjo është gjë kryesore që ne na ka erdhur se bashkangjitur me konfirmimin e inshurencës se në sa ditë ata janë aprovuar, ne na vjen edhe arsyeja pse. Pra, duke parë dhe në arsyen pse, nëse ka një histori mjekësore, për shembull diabetin ose një gjë tjetër, ne kemi infermiere këtu. Pra, infermiera do t'i kushtojmë shumë vëmendje. Nëse kemi dikë që është ankuar dhe thotë që unë kam nga depresioni, se jam në ankth, jam vetëm, fëmijët e kam një në Angli, një në Amerikë, një në Shqipëri, po kam erdhur këtej se këte janë benefitet më të mira, domethënë gjërat më të mira, atëre punonjësia sociale mban më shumë përgjegjësi, domethënë kujdeset më shumë, e merr flet pak më shumë, shpenzon kohë më shumë, domethënë duam që dhe shëndeti i tyre mendor dhe shëndeti i tyre fizik të jetë patjetër i mirë, pavarësisht argëtimeve të gjitha gjërave të tjera që ne prezantojmë. Sa interesante, pra, me sigurimet. E kjo është shumë e rëndësishme. Sigurimet që janë edhe private, mund të jenë sigurimet shëndetësore, por edhe shumë interesante kjo gjë. Për ndryshe, ti nuk je i penalizuar nëse nuk ke sigurime. Ti shkon e paguan vetë, për shembull. Patjetër, shkon e paguan vetë, por është një shumë, domethënë, jo e përballueshme për pensionistët, le të jemi real, domethënë është luks, le të themi kjo gjë që ju ofrohet. Luks në kuptimin, domethënë, jo ndonjë gjë e egzageruar, por është argëtim. Nuk është gjë shëndetësore në kuptimin je në spitalin shtruar edhe ke një problem madhor. E kuptoj. Dhe është e detyruar inshurenca të mbuloj. Patjetër duhet të kesh diagnozat e duhura për t'u aprovuar. Gjithsesi, unë vazhdoj të pyes për këtë fakt që ti s'ta aprovoj sigurimet, ti mund shkosh të paguash vetë. Të vishat. Po, patjetër. Të vishat. Ju e keni të hapur. Dritarja dhe dyert tuaja janë të hapura. Absolutisht, ne kemi thënë për shqiptarët, për arsye se kapaciteti i pjesëmarrjes është 75, dhe kemi thënë vetëm për shqiptarët, po janë të mirëpritur të gjithë, se në fakt ne nuk bëjmë dallime, nuk mund të bësh në Amerikë një dallim që të thuash, jo, kjo është vetëm për shqiptarët, amerikanë edhe të tjerë nuk janë të mirëpritur, absolutisht janë të mirëpritur. Por ne po mundohemi që... Keni vende të lira?
Jo, me qënë se kemi domethënë kapacitet në shqiptarëve 75 dhe ne mundohemi ta mbajmë vetëm me shqiptar, me shqip folës, edhe stafin ne përzgjedhim shqiptar, të them të drejtën.